Bashkëbisedojmë me zotin Besmir Samanaj. Përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që jemi ne sot. A mund ta konsiderojmë një lajm të mirë sekuestrimin e aseteve dhe a mund të besojmë ne që me rënien në dorë të këtyre kontratave dhe kompanive të një administratori shtetëror diçka mund të ndryshojë? Atëherë, për mendimin tim asgjë nuk do ndryshojë. Për sa kohë nuk kemi një rishikim të tendrave, duke qenë se akuza kryesore, një ndër akuzat kryesore të SPAK-ut ka qenë fryrja e tendrave, pra një tendër i cili kushtonte 2 milion euro, le të themi, u shkruante dhe u bënte kontrata për 4 milion euro. Çrëndësi ka për qytetarët se kush do jetë drejtuesi i kompanisë, nëse do jenë pronarët e kompanive të cilët do drejtojnë projektet, apo do jetë dikush i cili është dërguar nga gjykata për të administruar kompanitë e sekuestruara. Pra ajo që duhet të ndodhë është rishikimi i këtyre praktikave. Për sa kohë nga buxheti i shtetit del e njëjta sasi parash, dhe kuptohet që me anë të këtyre tendrat e fryrë, ato që dëmtohen janë të gjithë qytetarët shqiptar, pra dëmtohet xhepët e qytetarëve shqiptar, në fund të ditës nuk ka ndryshuar asgjë. Akshi dhe institucionet e tjera mund t'i binin dhe më shkurt mund ta kishin dhe shumë më të thjeshtë që ato para për të cilat tani po menaxhohen nga një i deleguar shtetëror mund të punësonin këto punojës të këtyre kompanive pranë institucioneve shtetërore dhe të kryenin të njëjtën punë me një kosto shumë herë më të vogël se sa ajo që po e kryenin deri tani. Përveç saj ne mund kemi edhe një problematik tjetër. Për sa kohë flasim për një kompani private, pjesa më e madhe e këtyre punojësve nuk besoj që nëse do kemi rishikimin e kontratave të tyre ose ndryshime pagesash e tjerë, nuk besoj që do qëndrojnë pranë këtyre kompanive dhe nëse kemi lëvizje të stafit, atëherë mund kemi edhe shumë problematika me mirëmbajtjen dhe implementimin e sistemeve të reja pranë Akshit dhe institucioneve të tjera. Besoj që mënyra e duhur ose se si duhet të funksiononte, duhet të kishim një rishikim total të gjitha kontratave, shpresoj që këtë do bëjnë, ku të kishim një kategorizim kush janë kontratat kritike, të cilat nuk mund të preken sepse ndikojnë drejt për drejt tek shërbimi që ofrohet qytetarëve, por përsëri mund të rishikohen termat financiar dhe tani më që kemi të bëjmë një administrim shtetëror, nuk do duhej të paguheshin ato miliona euro të fryra, por të paguhet aq sa më të vërtet kushton shërbimi dhe kontratat e tjera të cilat nuk janë kritike do ishte mirë që të anulloheshin dhe të kemi rihapje të tendrave ku të kompanitë të tjera shqiptare ose dhe ndërkombëtare të kenë mundësinë të marrin pjesë në një garë të drejtë ku fituesi nuk do ishte i paracaktuar dhe t'i ofrohej shqiptarëve një shërbim më i lirë, por më rëndësishme një shërbim dhe më cilësor dhe më i mirë në mënyrë që sistemet të vazhdonin të funksiononin siç do duhej dhe mos të kishim të gjitha këto probleme që ne aktualisht jemi duke pasur dhe jemi duke parë. Me sa ne dim dhe sa është bërë publike deri më tani, a janë abuzive në gjykimin tuaj këto para që shkojnë në raport me shërbimet ose si i ke parë aq kontrata sa mundet, i ke parë ose ke informacione edhe më herët, pra nga mënyra si funksionon ky tregu i Shqipërisë, përveç se ishte i paracaktuar, përveç se pam që merresh e peng, përveç se pam që kontrata, pra certifikatet DSI-k-s jepeshin sipas humorit e të tjerë, por të kuptojmë pak në raport me atë që është shërbimi që ne marrim me parat që ata kanë arritur të përfitojnë. Atëherë, fatkeqësisht në teknologji një pjesë e madhe e shërbimeve janë deri diku dhe subjektive, pra kompanitë të ndryshme mund të ofrojnë çmime të ndryshme dhe është vështirë të gjykohet duke i parë nga larg. Por ne kemi një fakt, pra kemi një hetim të SPAK-ut, i cili vërteton që këto kontrata janë fryrë. Pra nuk ka të bëjnë më me çfarë mendon Besmiri dhe sa mendon Besmiri që mund të kushtonte, sepse çdo shifër që unë ose kolegët e mi ose kushdo qoftë mund të jepte, ju asiguroj që është e gabuar. Pra, megjithëse unë mund të jap një çmim më të ulët, në realitet ajo mund kushtojnë shumë më shumë ose shumë më pak. Por ne tani kemi një fakt, pra bazuar në informacionet që kanë dalur nga hetimi i SPAK-ut, aty diskutohet për rritje çmimesh ose 2 fishim, 3 fishim çmimesh në tavolinë. Pra, pa u bazuar në kritere teknike, pa u bazuar në orët e
punës që do i nevojiteshin një eksperti të fushës për të kryer një shërbim të caktuar, por kontrata e cila flitet le të themi që do bëhet për 2 milion euro, diskutohet mes personash të caktuar dhe kalon në një shifër 4, 5, 6 milion euro. Dhe për sa kohë ne kemi informacionet e tilla të dalë nga SPAK-u, që unë personalisht jam i predispozuar për t'i besuar, për sa kohë janë të bazuara deri tani në fakte, gjithsesi kuptohet që gjithmonë prezumojmë pafajësinë e personave të cilët janë në nënhetim. Asnjëri nga ne nuk është se do donte që dikush të shpallej fajtor pa qenë fajtor, por faktet deri në një farë mase flasin vetë dhe është shumë e qartë që kemi të bëjmë me abuzime. Përveç saj nuk duhet harrojmë që një pjesë e madhe përveç taksapaguesve shqiptar kemi edhe investimet e partnerëve tanë strategjik, qofshin Bashkimi Evropian ose Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe prandaj dhe po ndiqet kjo çështje dhe nga partnerët, sepse në fund të ditës duan të dinë se si janë përdorur paratë e tyre dhe ku kanë shkuar paratë e tyre. Dhe në momentin që ne shohim shifra ose sekustrime 10 miliona euroshe për një kohë pune goxha të shkurt, kjo ngren pikpyetje shumë të mëdha, po thuaj, se është e pamundur nëse ju nuk zbuloni diçka ose nuk sjellni një risinë në teknologji, por thjesht me punë dhe me punë me një institucion të caktuar shtetëror arrini të krijoni një vlerë kaq të lartë asetesh, kuptohet që lënë për nënkuptuar që aty ka pasur dhe abuzime. Dhe çdo ditë që dalin informacione, e kuptojmë që në kurrizë të qytetarëve shqiptarë, në kurrizë të taksave tona, është abuzuar. Dhe një pikë tjetër që ju e përmendet është pjesa e certifikimit të këtyre kompanive dhe të punojësve të këtyre kompanive. Pra certifikimit për sigurinë. Na ka bërë përshtypje, ose na ka bërë përshtypje ka dalë se fakse, këtu s'bën më përshtypje asgjë. Thjesht ideja është që është një nga elementet që realisht nuk duhet të ndodhë, sepse po flasim për akshin, flasim që këtu krimi ekonomik, krimi kibernetik, shiku, policia, politika, po tani gjitha këto duhet kishin dhënë indicia. Ne këtu po flasim për sigurinë kombëtare. Ne këtu po flasim për sigurinë kombëtare. Dhe duke qenë se është e përfshirë totalisht pjesa e sigurisë kombëtare, të gjithë këto kompani, persona duhet të ishin në monitorim. Kur themi në monitorim, nganjëherë duket si diçka negative se sikur institucionet nuk kanë të drejtë të monitorojnë qytetarët, por në rastet e tilla dhe punojësit e këtyre kompanive nënshkruajnë dhe pranojnë që të monitorojnë nga organe specifike, qofshin këto organe shtetërore të cilat varen nga qeveria, por dhe organe të pavara, sikurse është dhe shërbimi informativ kombëtar. Sepse në fund të ditës kjo është detyra dhe në momentin që kemi persona të pa certifikuar ose që certifikatat i kanë marrë në një mënyrë të përshpejtuar, kjo ngrin jashtëzakonisht shumë pikpyetje. Ne kishim një rast në policinë, në drejtorinë e përgjithshme të policisë shtetit, ku kishim dalje dënave të Teamsit. Edhe këto dëna jo thjesht cënojnë sigurinë e çdo qytetari shqiptar, por cënojnë dhe sigurinë e partnerëve tanë. Pra, kush hyn, kush del, shënimet e caktuara, nëse një agent i caktuar i Shtetet e Bashkuara të Amerikës, NATO-s, Bashkimit Evropian ka hyrë në Shqipëri me një mision të caktuar, kemi regjistrimet e ky sistem, sepse dhe kontrolli që bëhet në përkufi është i ndryshëm, pra mund të lejohen që të futen me pajisje, mund të lejohen që të futen me armë, etj. Dhe imagjinoni kur ne kemi një dalje të tillë informacioni nga policia e shtetit, çfarë mund të ndodhë në një institucion po aq të rëndësishëm sikurse është Akshi, duke kaluar me nën kontraktor pjesën më të madhe të shërbimeve dhe punojësit dhe personat të cilët kanë akses të dhënat tona kritike, pra nuk po flasim më thjesht për dhëna konfidenciale dhe private, por po flasim për dhëna kritike, nuk kanë një certifikat sigurie, që qytetarët ta kuptojnë çfarë është certifikata sigurisë. Certifikata sigurisë është para se të merret një mori institucionesh, duke nisur nga krimi ekonomik dhe duke përfunduar të shërbimi informativ kombëtar, monitorojnë, hetojnë personat në fjalë për të siguruar dhe garantuar pastërtinë dhe figurës së tyre, për të siguruar dhe garantuar që këto persona nuk kanë kontakte me personazhe jo të përshtatshme, qofshin këto shqiptare të botës së krimit, por qofshin këto dhe agjenturat e huaja. Pra imagjinoni nëse një agjenturë huaj dashakeqe, po qoftë kjo dhe alate, se në fund të ditës askush nuk ka drejtë të marrë dhënat kritike dhe sensitive të një shteti tjetër,
të hyjë në bashkëpunim ose të rekrutojë një prej këtyre punojësve. Prandaj është kaq e rëndësishme pjesa e certifikatës së sigurisë që jepet nga institucionet shqiptare. Por nuk duhet të jetë thjesht një letër e cila merret brenda disa ditëve për nevojat e caktuara, por duhet të ndiqen të gjitha procedurat dhe të bëhen gjitha kontrollat. Pra, ne kemi pasur raste në Shqipëri kur person i cili zotëronte një certifikat të sigurie dhe nga ana tjetër abuzonte me parat e institucionit, pa përmendur institucionin, dhe në fund të ditës, momentin që zbulohet abuzimi dhe vendoset para drejtësisë, rezulton që pjesa më e madhe këtyre parave të abuzuara ishin harxuar në gambling, pra duke luajtur lojra fati. Si ka mundësi që një person i tillë, i cili ka probleme me lojrat e fatit, me kontaktet papërshtatshme, ka arritur të marrë dhe të rinovojë certifikatën e sigurisë? Pra duhet të nisim institucionet shqiptare dhe shteti shqiptar duhet të nisë një kontroll nga pika se si merret certifikata e sigurisë, dhe pastaj kemi edhe skandalin tjetër ku një pjesë e madhe personash dhe punojësish, kompanish, institucionesh, të cilat kanë akses në dëna shumë të rëndësishme, vazhdojnë të jenë pa certifikat sigurie. Ne kemi pas raste ku kishim mbledhje të Këshillit të Sigurisë Kombëtare dhe kishim deputet që akoma nuk kishin marrë certifikatën e sigurisë. Pra, fatkeqësisht në Shqipëri trajtohet thjesht si një letër dhe nuk jepet rëndësia që duhet të ketë. Tani, po e kthej dhe një herë bisedën tonë tek shërbimi ndaj qytetarëve. E di pse, sepse bashkia për shembull ka hapur aplikimet që ti të marrësh kredi të butë. Dhe nuk hyn dot tek Albania. Do të presësh kur mundet që të aplikosh. Janë disa denoncime që vijnë. Ky është rasti i fundit, por ne e dim shumë mirë se çfarë ka ndodhur, qoftë me bizneset, qoftë me qytetarë që duhet marrin një pasaportë dhe duhet i bëjnë gjitha veprimet online për të cilat kemi paguar me taksat tona. Dhe kjo nuk është se realisht po ndodh dhe po kthehet për fat keq, se manej po kthehet në normalitet, që ne duam një shërbim, nuk e marrim dot në kohë, sepse ka fluks tonë. Tani, çfarë realisht ndodh? Është normale që këto shërbime të mos funksionojnë? Digitalizimi i të gjitha sistemeve, sepse Shqipëria është, për të qenë realist, një ndër shtetet që ka numrin më të lartë të digitalizuar të shërbimeve, u bë që të shmangej fluksi. Dhe në teknologji, sidomos me një popullsi kaq të vogël dhe numër transaksionesh kaq të vogël sa ka shteti shqiptar, sepse transaksionet varen tek numri i popullsisë. Duke qenë se nuk jemi një shtet aq i madh, kuptohet që nuk duhet të kemi flukse. Para dhe e dyta, i bie që kemi pasur keq menaxhim, sepse në momentin që bëhet ose prokurohet një tender, bëhen të gjitha llogarit dhe minimalisht duhet të lihen diku 30-40 deri në 50% të resurseve të lira për në momentin e kulmit të kërkesave. Sepse po flasim për shërbime që ofrohen qytetarëve, nuk po flasim për një website në të cilin lexojmë lajme dhe nëse nuk hapet me kohë reale do hapim pas 5 minutash, ose edhe nëse nuk e hapim fare do kalojmë tek një media tjetër dhe tjetër do marrim informacionin që ne nevojitet ose kemi dëshirë ta marrim. E para, e dyta, përsëri dalim tek problemi që e kemi ngritur shumë herë. Nuk mund të kemi 100% digitalizim pa pasur dhe një rrugë alternative. Pra, nëse qytetarët nuk arrin të aplikojnë për kredite buta përmes e-Albanias, kredit që ofron Bashkia e Tiranës, duhet të ketë dhe një formë tjetër, qoftë kjo me sportel, qoftë kjo me post, ose një kanal tjetër komunikimi. Kjo është mënyra në të cilën funksionojnë të gjitha shtetet. Ne pa momentin që u hakeruam nga iranianët, ku gjithë qeveria digjitale u paralizua. Dhe është diçka që nuk është normale, pra gjithmonë duhet të kemi një backup, duhet të kemi një linjë të dytë, aplikimi, komunikimi me institucionet. Qoftë kjo dhe me pagesë, pra shumë shtete në mënyrë që t'i shtyjnë qytetarët drejt platformave të digitalizuara, vazhdojnë të ofrojnë platformat ose mënyrat tradicionale, por duke qenë se kërkon më shumë resurse njerëzore, kuptohet që ka edhe një pagesë caktuar. Le të ofrohet dhe kjo. Por nga ana tjetër ne kemi edhe një utopi, le të themi, në Shqipëri. Ne kemi 97% të le të themi shërbimeve, jo të themi le të themi, po është vërtet 97% të shërbimeve të digitalizuara. Dhe një ndër arsyet e digitalizimit, sepse kuptohet ka goxha kosto, është ulja kostos afatgjatë, që do të thotë reduktim të administratës shtetërore. Pra ne jemi vend ose rast unik.
ku digitalizojmë shërbimet, hedhim disa qindra miliona euro për digitalizimin e shërbimeve që unë e përshëndes dhe më bëhet qefi që kemi kryer, por nga ana tjetër rrisim dhe numrin e të punësuar në administratën shtetërore, e cila bie ndesh me një nga parimet kryesore të digitalizimit. Nëse ne kemi teknologjinë, pajisjet, serverat, këto kompanitë të nënkontraktuara e tjerë që ne në ofrojnë ose mundsojnë ofrimin e tyre shërbimeve, si ka mundësi që kemi edhe një rritje të punësuarve pranë institucioneve. Pra është totalisht utopike dhe është totalisht nonsens. Pra duhet të kemi dhe një rishikim të strategjisë të digitalizimit. Pse po bëhet digitalizimi në Shqipëri? Po bëhet që tulim kostot, jo sepse fatkeqësisht nuk i ka ulur. Përveç parave që ne kemi hedhur në teknologji, kemi rritur dhe numrin e administratës. Kemi bërë që të përmirësojmë shërbimin. Nëse deri dje kishim fluks në zyra dhe në sportele dhe justifikoheshin, përsëri po përdorim të njëjtin justifikim që kemi fluks, prandaj nuk i ofrojmë dot shërbimet në kohë reale. Dhe nuk mund të nxirret, nuk mund të bëhet një publik, një shërbim i digitalizuar, në qoftë se nuk është testuar ashtu siç duhet, si nga ana funksionale, nga ana e mbajtjes së loadit, pra të ngarkesës, në pike, në kulmet e përdorimit dhe deri tek pjesa e mbrojtjes kibernetike. Pra ju mbani mend shumë mirë çfarë ndodhi me Akshin në momentin që u hakerua dhe kishim deklarata në nivel jashtëzakonisht në nivel shumë të lartë, pra kryeministër, zëvendës kryeministra, ministra, drejtorat përgjithshëm e tjerë, që thonin që deri tani ne kemi investuar në digitalizim, tani ka ardhur momenti që të investojmë në pjesën e mbrojtjes kibernetike. Që është totalisht e gabuar, minimalisht duhet të shkojnë paralel. Por e mirë është që mbrojtja kibernetike duhet të jetë një hap para investimeve në digitalizim. Më kujtuan pas 5 vitesh investim në digitalizim që kemi harruar të investojmë në mbrojtje kibernetike. Dhe sot e kësaj dite ne nuk e dim se sa janë shifrat dhe sa miliona euro janë hedhur tek pjesa e mbrojtjes kibernetike që ne po shikojmë, nuk po hakerohet Akshi, po hakerohen institucionet si Motra në të njëjtën mënyrë nga njëjti grup. Kishim Parlamentin Shqiptar, kishim Postën dhe shumë institucionet e tjera që ndoshta ne akoma nuk i dim, sepse ne kemi edhe një terr informativ në Shqipëri. Pra duhet të presim se çfarë publikojnë grupet kriminale, sikurse është Homeland Justice, i cili fatkeqësisht po hakeron në mënyrë permanente të ditëpërditshme institucionet, që të marrin vesh se kush është hakeruar. Duhet të kalojnë edhe ca ditë tjera që institucionet përkatëse të pranojnë që janë hakeruar, por në asnjë moment, në asnjë mënyrë të tregojnë se cilat janë danat që janë marrë pranë këtyre sistemeve dhe sa të rrezikuar janë institucionet dhe qytetarët pas këtyre hakerimeve që kanë ndodhur. Është vërtetuar tashmë që grupi strukturuar kriminal pas Akshit kishte akses nëpërmjet të dhënave kudo, në vetting apo edhe në çështjet e tjera. Tani, paralel me dosjen Akshi, si fraksion, po hetohet edhe çështja e kadastrës. Ajo që shqetëson më së shumti shqiptarët sot është tjetërsimi i pronave. Duke patur në dorë pikërisht këto të dhëna, a munden grupet kriminale ti tjetërsojnë sikur se thuhet dhe a lejnë gjurmë këto? Se çështja e pronës është shumë e ndërlikuar, ne e dim shumë mirë çfarë ka ndodhur me reformat, me dokumentat, mungesat, çfarë është shkaktuar ndër vite. Dhe i shtohet dhe kjo që këta, se ka denuncime publike nga avokat për këtë, po tjetërsojnë pronat të qytetarëve, por edhe pronat shtet në jug kryesisht të vendit. Tani mund të ndodhë kjo? Mund të ndodhë, patjetër që mund të ndodhë. Por kemi dy skenare. Skenari i parë, kemi falsifikim të dokumentacionit fizik, i cili ka ndodhur rëndomt që nga vitet 90 dhe deri më sot, dhe prandaj kemi edhe kaq shumë konflikte në Shqipëri që kanë çuar deri në humbje jetesh. Kemi edhe pjesën e digitalizimit. Tek pjesa e digitalizimit, patjetër që lihet gjurmë, por lihet gjurmë vetëm në ato raste kur sistemet janë ngritur në mënyrën e duhur, kur kemi një kontroll të akseseve, kur çdo kompani, çdo punojës, qoftë ky outsource pra i kompanisë private, qoftë ky institucioni shtetëror, ka ato të drejta që duhet të kishte dhe nga pas kemi ruajtje të gjitha logave. Por në momentin që ne flasim, paktën bazuar në informacionet që dalin nga SPAK, ku kemi një bashkëpunim
të drejtuesve të institucioneve shtetërore, të punojësve të institucioneve shtetërore, në bashkëpunim dhe me nënkontraktorët, kuptohet që është shumë e thjeshtë edhe një pjesë e madhe e gjurmëve që mund të liheshin mund të jenë fshirë. Por ajo që i bie drejtësisë dhe SPAK-ut është që të bëjë një cross check, pra një kontroll të kryqëzuar mes dokumentacionit digital dhe atij fizik. Kuptohet që është shumë e vështirë sepse ai që ndërhyn tek pjesa digjitale mund të ketë ndërhyrë edhe tek pjesa fizike dhe fatkeqësisht ne e dim se çfarë është bërë me pronat në Shqipëri dhe sidomos me pronat shtetërore, sepse tek pjesa pronave private është pak dhe më e vështirë duke qenë se qytetarët në momentin që cënohet prona shkojnë pranë drejtësisë, bëjnë denoncime publike, i drejtohen medias dhe nëse leja ose çështja bëhet goxha më e madhe, por në rastin kur ne flasim për prona shtetërore ku nuk ka interes qytetar dhe siç po shohim dhe siç e kemi parë fatkeqësisht institucionet dhe personat që punojnë pranë institucioneve nuk është se luftojnë për të mbrojtur një pronë shtet, patjetër që mund të ketë pasur abuzime. Për sa kohë po flasim për një infektim total, pra nuk po flasim për një kompani e cila ka marrë tendra të paligjshëm, por po flasim për infektimin e ekosistemit të digitalizimit dhe ekosistemit teknologjisë në Shqipëri. Dhe nëse bëjmë një kërkim në 10 vitet e fundit, ne shohim që janë të njëjtit persona ose njëjti grup që drejtojnë institucione shtetërore, që kanë firma private, që organizojnë konferencat në Shqipëri, që bëjnë podcastet në Shqipëri, pra deri tek pjesa e podcasteve duke mbështetur mbrojtur njëri tjetrin, që merren me pjesën e startupeve, që ngrinë ose ulin një kompani të caktuar, që grandet e startupeve i japin tek personat dhe personazhet dhe kompanitë që ato duan. Pra nuk kemi të bëjmë thjesht me një individ, nuk kemi të bëjmë thjesht me një kompani. Pra unë do i bëja thirrje SPAK-ut që të hetim ta shtynte në çdo qelizë të ekosistemit teknologjik në Shqipëri. Pra po flasim për të njëjtë persona që janë dhe në auditorin e universitetit, që organizojnë konferencën për të bërë PR për kompani ose për iniciativa të ndryshme. Po përsëris dhe një herë, ngrinë strategjinë kombëtare të digitalizimit ose të mbrojtjes kibernetike dhe kjo strategji plotëson të gjitha kriteret dhe kushtet e një kompani ose një grupi të caktuar. Pra hetimit duhet të jetë shumë herë më i madh se kaq. Pra dhe mënyra më thjeshtë është follow the money, ndiq paran. Pra kush ka qenë pjesë e kësaj torte? Pra nëse po flasim për disa 10 miliona, 50, flitet deri në 100 milion euro të abuzuara dhe të dhëna, kush ka qenë, kush janë kompanitë, kush janë individet, kush janë profesorët, kush janë gazetarët, kush janë mediat, të cilat kanë qenë pjesë e kësaj torte. Akshi mua gjithmonë më ka bërë shumë përshtypje, ishte një ndër institucionet që jepte më shumë reklama për media, ndërkohë që duhet të ishte një institucion totalisht në hije, që nuk kishte pse të dilte dhe të jepte reklama për shërbime të caktuara. Mjaftonte një ekspert i këtij institucioni të dilte në një le të themi të dilte në lajm ose një emision caktuar pranë televizore të caktuar, të jepte një konferencë për shtyp dhe qytetarët do merrnin mesazhin për përdorimin e shërbimeve të caktuara. Por nga ana tjetër ne shikonin që të gjitha një pjesë e madhe e portaleve, një pjesë e madhe e mediave në Shqipëri, çdo 5 minuta jepnin reklama të cilat paguheshin nga xhepat tonë, para e cila kalonte nëpërmjet Akshit. Qartë edhe kjo. Ndërkohë, nëse të pyes pak për sa i takon hetimeve, por këtë herë tek pjesa e IT-s, në kuptimin që a ka nevojë sot prokuroria për shumë e përgjithshme, SPAK-u, që ka në dorë këtë dosje, që i ka gjitha elementet tek pengmarrja, mënyra se si veshin certifikatat e sigurisë, si flitesh, ku takoheshin, si takoheshin, si jepeshin parat me kutijat e verës e të tjerë, gjurmoj dhe pasuri deri diku që u bën publike duke i sekuestruar, por ne flasim gjithmonë pak për mënyrën se si i trajtojmë ata që janë ekspert në i themi, specialist, njohës të mirë të fushës IT-s. A beson se kjo çështje ka nevojë ndoshta edhe për asistencë në këtë aspekt, apo hetimet janë një gjë dhe ekspertiza në këtë fushën e teknologjisë është një tjetër gjë?
Atëherë pak nga informacionet që unë kam dhe nga që unë kam dëgjuar dhe nga kolegë të ndryshëm, qofshin këto të fushës IT, sport dhe gazetar, puna që bëhet në SPAK është një punë goxha e mirë. Pra është një punë e cila përveç ekspertizës vendore që ato mund të kenë marrë dhe kanë marrë, po flasim dhe për ekspertizë ndërkombëtare. Nuk duhet harrojmë që kemi një zbërthim të telefonash, zbërthim kompjutrash, në laboratore qofshin këto shqiptare, qofshin ndërkombëtare, pra duket që është një çështje të cilën SPAK-u ka marrë seriozisht. E thash më përpara, akshi dhe teknologjia nuk është diçka që prek thjesht qytetarët shqiptar dhe shtetin shqiptar. Shkon më larg se kaq. Nuk do të harrojmë që jemi një kandidat për Bashkimin Evropian, jemi antar i NATO, sado shteti vogël që të jemi shumë të rëndësishëm për sa kohë jemi pjesë e NATO-s dhe ka një interes të theksuar ndërkombëtar për këtë çështje. Dhe kjo është edhe ana pozitive. Gjithashtu, bazuar në ato që kanë dalë deri më sot, unë besoj që prokurori i çështjes po bën një punë jashtëzakonisht shumë të mirë, sepse për herë të parë ne po shohim ca gjëra që megjithse kemi denoncuar për vite, nuk mendonim që mund të kenë ndodhur. Dhe nga ajo që shikohet ose nga mënyra se si po del informacioni nga SPAK-u, unë mendoj që thjesht jemi duke parë majën e piramides. Pra ndoshta aktualisht ne e dim 10, 15, 20% të aferave dhe të atyre gjërave që kanë ndodhur pranë këtyre institucioneve. Se nuk duhet të harrojmë që nga akshi rrjeta do zgjerohet. Pra do shkojë dhe në drejtimet e institucioneve të tjera. Sepse akshi është një institucion kyç, është në zemrën e shumë institucione, pra nga akshi, siç e thatë dhe ju më përpara, siç pyetët dhe ju më përpara për pjesën e hipotekave, përsëri megjithëse është një institucion totalisht tjetër dhe i pavarur, përsëri kemi të bëjmë me akshin. Pra kemi sistemin gjyqësor, pjesën e hedhjes të shorteve, gjyqtarëve etj. Kemi prekjen e të gjitha ministrive dhe gjitha institucioneve, qofshin këto në varësi të qeverisë ose dhe institucionet pavarura. Dhe ne e dim që hetimi ka nisur të akshi, por është pamundur të themi se ku do përfundoj ky hetim. Pra, mendojnë që ka dhe institucionet të tjera të cilat hetimet mund të jenë pjesë e skemës, se vërtet ne përmendëm disa, por gjithashtu edhe pikat kufitare, sistemi Teams, pra është më shumë se kaq, po thone. Është më shumë se kaq. Unë besoj që duhet dhe besoj që po bëhet. Pra duhet të hetohet i gjithë ekosistemi teknologjik në Shqipëri. Pra nuk duhet të mjaftohemi me akshin si zemra e teknologjisë shqiptare, por duhet të kemi një hetim gjithëpërfshirës, pra të gjitha institucionet që përdorin qoftë teknologjinë e akshit, po qoftë dhe teknologjitë të tjera, të cilat japin shërbime, por kanë dhe vendimarrje për gjëra të caktuara, duhet të hetohen. Mirë do ishte të hetoheshin dhe satelitët. Pra ne paguam 6 milion euro diçka të tillë, u paguan dhe shumë para të tjera dhe sot të kësaj dite nuk e di të jenë të përdorur për ndonjë benefit ose për diçka ekstra për qytetarët shqiptar dhe për shtetin shqiptar. Dhe nga një informacion që unë po lexoj, nuk e di sa mund të jetë i vërtet sepse akoma nuk jam të thellëduar, njëri nga satelitët tani më ka dalë nga orbita dhe është i papërdorshëm. Pra kemi të bëjmë vetëm me një satelit aktualisht. Albania 1 ose 2, paktën nga nuk është informacion i konfirmuar, diçka që lexova. Po dyshimet janë. Dhe media të thëdhohet, por dhe ne si persona që ndjekim çështjet e teknologjisë, sepse nuk është se do deklarohemi tani edhe ekspert satelitesh, do ishte mirë që të hetohet dhe të kemi një informacion më të plot se ku shkuan paratë e taksapaguesve dhe për çfarë u përdoren. Simane, unë të falenderoj që gjithë e kohën më bashkove sot në këtë komunikim. Faleminderit nga ana juaj. Përshëndes.